Muzetë e qytetit të Vlorës po arkëtojnë më tepër. Pjesë e financave më të bollshme këtë vit janë edhe Muzeu Historik dhe Etnografik. Skënder Spahiu, drejtuesi muzeve në Anëvarësi të Bashkisë së Vlorës, tregon se janë arkëtuar më tepër të ardhura si rrjedhoj e rritjes së numrit të vizitorëve vendas dhe të huaj. Sipas Spahiut, këto të ardhura më pas përdoren për investime dhe për vetë muzet në fjalë. Investime këto në mirëmbajtjen e godinave, por edhe objekteve që ruhen në brëndësi të tyre. Të gjitha ato janë elementë të cilët ndikojnë drejt për drejt edhe në të ardhurat financiare, të cilat ne depozitojmë në llogarinë e bashkisë, që janë së kulturës dhe artit pranë bashkisë Vlorë. Këto janë elementë të cilët ndikojnë drejt për drejt edhe në përpjekjet që ne bëjmë për restaurimin e mirëmbajtjen e godinave ku janë vendosur muzet e qytetit të Vlorës, qoftë edhe lyerja apo mirëmbajtja të elementeve të tjera dhe të objekteve që ruhen në fondin apo që kanë qenë të dëmtuara dhe ne përpiqemi t'i restaurojmë e t'i ekspozojmë për t'i prezantuar të gjithë elementet shkencor të këtyre artefakteve që ne kemi në fondin e muzeumeve. Spahiu konfirmon gjithashtu edhe faktin se një prej investimeve më të rëndësishme që do të realizohet është edhe rehabilitimi në total i Muzeut Etnografik të qytetit në lagjen e vjetër Muradije. Sipas tij, në restaurimin e objektit përfshihen edhe elementet mbajtës së strukturës së godinës, elementet e drurit në tavan dhe dysheme, por edhe ndryshime të dyerve dhe dritareve, grilave të jashtme. Po, në kuadrin e zhvillimit dhe ngritjes së Muzeut të Hebrejve në qytetin e Vlorës dhe ndarja me një mur të përbashkët me Klubin Laberia, me Muzeun Etnografik të qytetit, që nga fillimi muajit korrik, Muzeu Etnografik është i mbyllur, sepse do të nënshtrohet restaurimit të përgjithshëm. Dhe ky restaurim përfshin që nga elementet mbajtjes të strukturës së godinës, po ashtu dhe elementet drurit të tavane dhe dyshemet që gjenden, dhe ekziston dhe të gjitha mundësit për të ndryshuar dritaret, dyert, grilat e jashtme, që janë pjesë e dëmtuar e godinës së Klubi Laberia, Muzeu Etnografik i qytetit të Vlorës, dhe prezantimi duke vendosur pode, manekina apo ekspozitorë të shumt për të prezantuar të gjitha ato objekte që ruhen të llojeve të ndryshme në fondin e Muzeut Etnografik të qytetit të Vlorës. Drejtuesi i muzeve në Anëvarësi të Bashkisë së Qytetit jep edhe disa detaje të projektit në fjalë, i cili pritet të transformojë Muzeun Etnografik të Vlorës. Projekti është hartuar nga Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare në qytetin e Vlorës dhe është prezantuar para Këshillit të Rregullimit në Ministrinë e Kulturës në Meki dhe është miratuar projekti dhe shpresojmë të financohet së shpejti dhe të fillojnë punimet në Klubi Laberia, Muzeun Etnografik të qytetit të Vlorës, që duhet një vlerësuar krahas Muzeut Historik dhe Muzeut që po ndërtohet nga themelet, siç është Muzeu i Hebrejve në Shqipëri, po ashtu dhe elemente të tjerë që shikojnë vëmendjen edhe të qeverisë shqiptare dhe Muzeu Arbëreshve në fshatin Vunohet, që do jetë një pikë lidhje, një nyje lidhëse midis shqiptarëve të larguar nga Shqipëria, rruga kalime të tyre në territorin e Gadishut të Apenin, në Italinë, në sotme, dhe një lidhje shpirtërore me vendin nënë, siç është Shqipëria dhe Vlora. Të ardhurat e arkëtuara ndër vite në Vlorë nga muzetë e qytetit bregdetar janë përdorur më pas për të tjera investime në të mirë të infrastrukturës së vetë muzeve, si dhe në kërkime arkeologjike dhe historike, që i kanë shërbyer jo vetëm, por edhe historisë kombëtare.